Hetimet e thelluara zbardhin dinamikën e konfliktit të ndodhur në ambientin e jashtëm të një lokali në fshatin Mans, si pasojë e të cilit u vran marrëzjarri 2 shtetas. Ata janë arrestuar për mos kallëzim të krimit, ndërkohë që 2 shtetas të tjerë janë shpallur në kërkim. Lajmi i fundit, një 24 vjeçar është vënë në pranga nga policia e Durrësit pasi është konfliktuar e më pas ka goditur me sende të forta rojen e një parkimi. Forcat policore bëjnë me dije se i plagosuri është jashtë rrezikut për jetën, ndërsa në pranga përfundoi shtetasi Justin Peshku, 24 vjeç. Justin Peshku, ç'se ke bërë ti? Ç'a ka bërë? Ç'a ishte? Po ç'a bëja unë? Are you serious? Po ti ma thot jashtë rrezikut për jetën. Po ti ke marrë. Me armë të forta, tha. Shoj edhe një herë atë lajmin. Po është radio më shpirt. Po se më ndalo pak. Merrni më ti kën telefon nga pila. Bora. Më falja, je në Djenishi Gjasti është në burg? Okej, po nuk e ma peti shpër në telefon të. Po unë jam në xhirime tani ç't unë e marr vesh nga radioja që Gjasti është në burg edhe ç'a po bëhet me këtë? Okej, flasim se nuk flitim në telefon për të gjë. Dalin, Nuk e ma. a je në Djenishi Gjasti është në burg? Dhe si shbuga. Po. Dhe ma unë jam duke kërmuar që jetë. Sa doli radio, Që thua, mojë? Gjasti është në burg. Se bon të merë mund. Okej. Hajde të pjushu polici. Hajde. Po zëma nuk mos u shqetëso se thoshte me sende të forta. Mos u shqetëso se thoshte me sende të forta. Po pse nuk merret askush me këtë? Po pra është jashtë rrezikut për jetë. Po pra pse vazhdon xhirimet? Kot pa lidhje, pse e marr vesh unë e fundit që ai është në burg? O zëma qetësou. Çuna ti e di që çuna ta thash edhe shpar. Po nuk mund t'i kësh në burg kot pa lidhje ti për çau zure? Çfarë para ndjenja thash që shpar, që më duket sikur What man? O Lendi s'ma pak me listën lutem. O zemra, Gjasti është në burg. Unë nuk e bëj dot të xhirimin, a mund të kthehemi për Durrës? Kthehemi për Tiranë. Unë marr Dalinën, Dalina e mori vesh nga unë. Bora më thotë këto muhabete nuk bëhen telefon. Unë nuk mund ta marr vesh e fundit që Gjasti është në burg. O të nga nuk e gjia atë vetë. Po pra, po unë nuk e bëj dot këtë xhirimin nëse marr vesh ai tjetri është në burg se ka qenë të pra tjetrin. Po mirë shumë informacion, se nuk shqetësoha për do, nuk e qëta i den, po jetë shqetësoha të marrë. Të pres të bëj çfarë? Të pres të bëj çfarë? Po, vazhdojnë gjyrimet. Po si të vazhdoj xhirimet, mora ajo është në burg, si të vazhdoj xhirimet? Zemra e kanë arrestuar, than tekstualisht, e ka arrestuar policia e Durrësit sepse është zënë me rojën dhe e ka gjuajtur me sende të forta. O zëma ne kishim e filluar në orën 3, kemi filluar xhirimin në orën 6. Po tash nëse është gjë e madhe dhe del në radio, nuk mund ta marr vesh në radio ja. Na vjen kjo që kreu tani ka kuptuar se për jene çfarë. Okej, unë nuk e bëj dot xhirimin. O Melis, O zemra, qa të bëjmë, do pim kafe në basan se shumë e çuditshme. Shpisime dhe qetësohemi. Do shtrimi të shtëpia jote do qetësohemi. Okej, dakor, ikim të shtëpia me Lisës qetësohemi. Ku drejshim po ikim, ai ku drejshim po ikim. nuk ma hap askush telefonin. Po janë tension me Klea, kuptoj një. Po tension jam unë. Tension jam unë që nuk e kam ide se çfarë dreshin po ndodh. Dhe jam në anën tjetër. Klea ishte një prank. Simra, a po pa me në mua? Ishte thjesht një kamerë fshet kundër te. Fala, nuk e kuptove. Aktrimi emës ishte Alla Aleku, Alla Bidai. Ema Pashku. me bëjtë. Oj, po se kishte mendje. Është mirë, mos qaj. Me vërtet, po pse me vërtet besove? E besoj, më e shkreta. O, Klea! Paktës është burg. Oh, baby, si dhe lotët. Ema, Audia ishte në mes. Ishte në mes, literalisht në mes. Do t'je njeriu më i pa interesuar kur thjesht po jepet një lajm, kuptojmë. Forcat policore bëjnë me dije se i plagosuri është jashtë rrezikut për jetën.
Kishte thënë akoma 24 vjet. 24 vjet. Justin. Po më bëj avia e durrës. O Lali, kush e ka shtyp stopa të nuk është në rek? Kush është shtypi stop? Nuk kemi më prank, so Sergej. Kush është shtypi stop? Ashtu ka qenë gjithë kohës. Pse a ke seriozisht? Okay. O Sergej, djallë! Është të Justin. Mos bëni më kështu prank e shlodhura. Hadi ikim. Hi, si je ti? Kemi! Sa mirë qesh! Kemi! Se kemi? Si njef? Jo. Si njef? Jam Eva! Që bëm pranks. Jam Shirima, por nuk të njoh zemër. Okej. Është Ema kjo. Jo, jam Eva, Melisa është tjetra, është autorja, po s'ka gjë se ngatrohemi ne. Vjen keq. Ma, do na e bashkë foto me gocat po. Okej, në rregull. La me klient fare. Po mirë në rregull, pak mirë. Melisa do ikem. Hajde. Hajde, Ema. Unë jam Luciana, unë njef. Po. Ik bëjtë me Emën. Ema. S'ka problem. I ka pasur flokët më të errta, por ka që ka shumë si Jam blondët hapën, tani. më jam bëvë kështu. Me fjerë. Paska. Faleminderit. Faleminderit. Jam shumë e lumtur që të njofta. Faleminderit që shumë më njohë të njerë. Gjithë Ema ishte prank. Ishte prank. Po ju me të hënga. Ishte dhe down me humorin edhe me i bote Edhe këtë. këtë doja. Ishte kështu. Po që ishte. Se duhet me qesh, mos me ragu keq. Installat e parku Elbasanit. Do lujm tabu, çfarë do bëjmë? Jo. Këtu unë dhe Melisa kemi fshirë një 50.000 lekë. Duke qenë që Melisa e njeh A është në vërtet? pëllëm të dorës Elbasanin, ajo ka futur një 50.000 lekësh bashkë me mua. Po ato 50.000 lekë do e marrin kush e qen. Kush e gjen 50.000 lekëshin, i shpëton pranku tim. Duke qenë se unë bëhem për pranket rrezikshme, nuk dua t'ju rrezikoj, kështu që kam zgjedhur rrugën e duhur. Kesiana është një djeni që ne gocat Po. do i trëmbi. Ema Prenka Gjeshka na ka bërë një individ të maskuar Të për kemi të marrë te trembur vila. gocat. Ja kemi vënë çunit dhe çuni çfarë do bëj? Do i hidhet në fyt Kleas dhe Kristofit. Do i trembësh? Po. Gati? Po. Ja me këtë zë, duhet t'jesh shumë i frikshëm. Po, thuaj. Goca. Nuk dukesh marrë, a shef? O zoqa hunde. Mos e pa që ajo, se unë të me kam keq, po jo, kjo është keq. Keq fare. Tani le të vazhdoj horror. Shtjesh Melisa dhe O Ema! O Crystal! Ti kujton se do më trëmbësh mua 150 cm. Jo, mos e Jo, u trëmba nga zhurma, se nuk e pash kush ishte, nuk e pash fare. U trëmba nga zhurma, se nuk e pash kush ishte, nuk e pash Si fare. lloj 50.000 lekëshi, ky ishte 50.000 lekëshi juaj. Uri me gjoba. A marrë gjobë. Po hajtë marrë. 150.000 lekë.
15 o idiote, po hajt. 150 është shpirt. O zemra, në rrugë të Zotit, ku ta parkoj unë? Ka parkim privat këtu. Po ku ti unë ka parkim privat këtu, moj? Po merret. Kozma, po pse parkove këtu? Nej, ta Mos e pra me A je vete makinë. shoferja? A ta mira me vete makinë. Zëra, je shoferja, i ketë 1-2-3 përgjegjësi tani. Ose mos e mbaj në krah, këtu parkon dhe këta. Aq vihet gjoba kësaj. 150.000 lekë gjop? Aj se ke lënë. Po sa më shumë me makinë. E ke marrë tash maje bari. Po jo e ke marrë, pse e ka marrë? E paguaj ti ajo. Po jo, do e paguajnë gjitha, po se paguajnë njëra. Po zëra, mos paguaj asë gjë. E pse do ta paguaj unë me Kesianën? Po se po thon varja, paguaj ti pra. O zemra, po si ka marrë gjop, ose këtu është rrugë parkimi. Po si që ka rrugë parkimi? Mos është me viza, qa vizash janë? E pjesa në gjyri Po s'ka dil asnjë shipe. vizë. O zemra më fal, me cilën tabelë nuk duhet të parkoj këtu? Okej, sa në O shprej. zemra. Është shprej. Po herë idiote. Edhe tashun qa është kjo? Targa 2 pika? Po. E besove? E beson. Ore, e besova se thash okej gjo, po pastaj thash pse këtu? Edhe pastaj po lexoja aty nuk po kuptoja shkrimin. Shkrimi ishte o kreativ. Ishte O zëra, e kam shkruajtur unë, po e kisha vënë me qëllim për zotin shkrimin. Do të thash, ky polici që mund të ketë shkruar këtë të jesh shumë seksi. Gjërat e pa drejta ma carojnë shumë. Ta carojnë? Po, edhe kjo ishte pa drejtë, se unë atë rrugë duhet me një gjop. Se jam shumë e mirë me teorinë, Ose do ku ikim merret te- dhe ku s'merret gjop, po. Te rajoni. Se po, po ti telefone. Ama. Kjo drejta. Ni qëngjërima, tani mbarova ishëm të në basan, po këthejmë të që bëtë. Pa, pse? Gocen, si ma thë... Sa herë në emisione që flet si kur ne jemi prindër strikt, si kur të kemi penguar, si kur nuk më vjen mirë mamë, sa ti di shumë që unë kam trajtu dhe si shoqe, dhe si gocë, dhe si motë, gjithmonë, të kam netër vërtet të koka, por gjithmonë duke të Ma, trajtuar. tani, mirë, dakor, po tani e gjithë ta vësh ta bisedën. Nuk Po prisë do ti që të... të vish në shtëpi do thosh që jam e lodhur dhe më acarova me të drejtën mam. Se nuk e kuptoj. Aq shtrit jemi sjellën me ty, sa unë e di shumë mirë që vërtet ka qenë adoleshent, se dhe neve jemi munduar të drejtojmë. Po nuk thash, nuk gabon. O ma, po unë nuk thash... O ma, unë nuk thash... Gjithmonë të kam vërë si sa e në emisione, prindit e një kështu, prindit e një kështu, se duke ditur shumë mirë se kemi vujtur, se të sakrifita kemi për ju e për të drejtuar që është tek, sepse adoleshenta është që ke vështirë. O ma, po që Nuk pa, ma kuptoni. unë ta kam shpjeguar dhe herë tjetër, që ne thjesht kësaqërojmë të gjërat për efekt kamere, nuk është se unë, pastaj ti shif emre, i ma tham ka raf mami, ata të kjo, Nuk ka raf mami. Mirë. Araf mami, të shi që gjërat dojnë tak me lezet, edhe në na vjen që kështu se ku duke që ku... Po mirë, në ka raf me lezet, me lezet. është e vërtetë ajo fjala që sa aty në emision që do na kuptoni ku të bëni vetë jana. moj ti e Atë kisë. të arrini ta kuptoni ti se sa e vështirë është të mos në gocat. Nuk ndihem keq me mami. Ndihem keq. Nuk më ka ardhur të qik mirë. Ua, shpreku. Mirë, okej, hajde se do flasim kur të vi, se ja, për pak, për ja, gjysore ndoshta vi se s'ka trafik tani zyrtar. Ama, mami, ua me mori ema në telefon, dhe për sa të t'i bësh një prank krizo. Ema prenka gjia. Mërzita? Po qa? Uqi. Zemra vogël. Pas se ke marrë seriozisht, s'ka ke thënë. Të përshëndesim, mami Kristën. Ciao, mami Kristën. Bashkëpunëtorja jo në krim. Ai, mos qaj. Po qanë me bukuroshe. Jo, për zotin, deri diku edhe e besova, se është... Ishte duke folë dhe shumë kështu shumë... Jo, po është... Hajde mami aktore! Ke pas nga ke gjajti, vajde. është hera disa që kur unë tregoj gjëra në emision, thot në nëzore bëj. Edhe, okej, këtë e besova.
Ishte vetëm një prank që e besoj. Bravo! E shikon të jemi preka parë. Nutella. Që të paktën e mbyllëm prapë, nisëm me lot, zemra dhe e mbyllëm me lot. Si që ka hije. E di, bëri vetëm habit diçka që mami zakonisht shkruan në WhatsApp. Dhe nëse nuk i përgjigjem nuk më biznis, në thënë në telefon. Po. Edhe kishte që shparë që i binte telefonat dhe ishte gjithkohës duke e fiku. Ajo merr unë fik. Gjë e ka pra. Qa ka, se mami im, nëse nuk ti përgjigjem me WhatsApp, nuk më merr, nuk më bezdis. Po. Nuk është ai strikte. We love mamin e Kristit dhe mamën e gjitha neve. Faleminderit që na keni rritur në këtë mënyrë strikte. Mami më ke Na përmirë keni bërë shumë mirë. që më ke rraur, sepse tani jam me forcë. Wow, lova. Goca. Lodhëm shumë. Do ta mbyllim apo ke prap? Nuk e di, varet. Rruga pranks. nuk e di atë kur. Automatik na ka ndodhur nga një secila se besoj kemi më. E di çam bëri habi? Ema që e besoj ndërkohë që e ka bërë këtë gjën adrolla dushi. Po! Kur ja bën gropën të tjerëve dhe bie Bie vet brenda. Rash edhe unë.